Merë këte. Pyetje. Zoti Berisha, kam dy pyetje. Pyetja e parë, në fjalën tuaj ju deklaruat se qytetarët shqiptar, ata që janë diasporë dhe këta në Shqipëri duhet bëhen gati për të përballur me betejë kundër qeverisë. Ju tashmë jeni i bindur se do të nisni valën e protestave, çfarë do të ndodh pas denoncimeve për farsën elektorale? Pyetja e parë. Pa asnjë dyshje, do nisin të gjitha format e domosdoshme të protestave në Shqipëri dhe në botë. Por, kjo është faza e dokumentimit, e verifikimit të gjithë farsës elektorale që ka ndodhur në Shqipëri, me votën shqiptarëve në Shqipëri dhe në diasporë. Dhe kjo vazhdon sepse, siç e shihni,